Rikthehemi në studio, tashmë i kemi tre përfaqësues të skuadrës futbollit të femrave Mitrovica, është kryetari Hajrullah Haxhiu, Raimonda Spahiu portiere dhe Ambra Xhexhi që sonte është me neve. Faleminderit të treve që jeni prezant sonte. Faleminderit për mundësinë. E di që keni shumë aktivitete tash, e di që jeni në vlugën e angazhimit, po ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me që janë këtu prezant edhe me dëgju edhe dëgjues të rrëfimin e skuadrës Mitrovica, një histori suksesi. Po, na s'mund me të refuzot ju sa herë na thon emision se jemi Hoxhamoti dhe kemi një raport mirë, kështu që faleminderit për mundësinë për ftesën që na keni. Po dalte Raimonda edhe te Ambra, po më intereson me ditë tash momentin kur arrihet një sukses, nuk është që shijon ndoshta në momentin kur je aty, por kur kalon pak do ditë, tregoni pak ç'është është ndjenja e arritjes këtij suksesi me skuadrën e futbollit Mitrovica. Kalimi rrethit parë dhe tash u rreth rrethi i dytë. Mirëmbrëma Naim. Faleminderit shumë që ka. Normal çdo sukses është shumë i rëndësishëm për ekipin tonë dhe për secilën prej bashkëlojtarëve që i kam në ekip edhe për mua. Amo kur kalon ca ditë tani e mendon që ai sukses u arrit, veç tash duhet më fokusu edhe te lojët e tjera që na presin, sepse kjo vetëm ka një hap shumë i rëndësishëm, me thënë drejt një suksesi edhe pak më të madh. Që ata po fokusohemi më shumë për te loja radhës edhe pe lojna pak gëzimin pak më anësh. Mos bëhet gëzimi dy feshta. Raimond, për ty? Po, nuk u kanë lehtë as për neve, po normalisht që kena bu një sukses të madh tash, edhe s'kem pas kohës me festu, me shiu atë fitore. Po dy ndeshjet që kena fitu, s'kem pas mundësi me shiu shumë se na u ka dashme njëherë mu rikthyte me stërvitje dhe mu fokusu të ndeshja e radhës se e dim që na pret një kundërshtari i fortë. Në bazë të rezultateve, ndeshja e parë, Ambra dhe Raimond duket e lehtë, 10-0 me poshtë ekipin kampion të Moldavis. Po, a ka qenë çaq e lehtë realisht në teren me poshtë ekipin kundërshtar? Rezultati 10-0 është rezultat. Edhe bënë të mirë, 5 pjesë parë, 5 pjesë dytë, nuk e. Smujtëm, ndoshim i vranim, po. Amo për mendimin tim s'ka asnjë kundërshtar që është mundet më koni lehtë, sepse fundja fundit ai ekip është kampion në shtetin e vet, çushina edhe na kampion. Ma mërmenja se puna, përkushtimi, disiplina, edhe serioziteti i çikave në klub e ka arrit atë rezultat. Adin së që u kom për shembull një ekip shumë i lehtë që me thanë e mujtëm shumë lehtë. Thjesht përkushtimi jon ka arrit atë rezultat. Raimond, për ty a ka qenë sfiduese? Më me thonë që nuk më pas shumë punë se u kanë një kundërshtar më i lehtë se Ludogoreci, po nuk më me thonë që u kanë edhe aq i lehtë, po kena hi me atë bindjen që gjithçysh duhet me fitu, gjithçysh duhet me shënu gola edhe ja dole me një rezultat 1-0. Po në pak të kryetari. Besoj për ty është emocionalisht lidhja shumë e fortë me ekipin se e ke kriju nga 2014 edhe me arrit në këto nivele, besoj është ka një farë kënaqësi edhe për ty. Po normal që kur të arrije këto suksese, ndihesh i lumtur edhe e sheh që puna që je ka bën, po të shpërblehet. Unë tash e 12 vite kam themelu këtë klub edhe çdo herë jam koni fokusuar këtë energjinë japi që klubit me ecë përpara. I përkushtohem shumë klubit edhe familjen kanë relor shumë anash për shkak të angazhimit që kam në klub. Edhe kur arrin këto suksese, këto rezultate, i harron gjitha dhe lodhen edhe atë energji që shpenzon. Po merr shumë punë, po merr shumë kohë, po ka angazhim edhe për me orë deri te ky nivel. Na kemi punu që nga themelimi që të kemi suksese, të kemi rezultate të mira, kemi arrit, jemi klubi më i suksesshëm në Kosovë. Edhe tash mendoj që me këto rezultate që kemi arrit tash, nuk është kë hera parë që i kalojmë këtë rundë, ne kemi kalu këtë rundë edhe vitin 2019, kemi pas rast ndeshëm edhe me Wolfsburgun, kemi hyrë nesër në 32 skuadra më të mira, po këtë vit synimet e kemi edhe më lartë. Tash këtë rundë që na pret në Hungari me kundërshtarin e parë Branën, pastaj shohim nëse fitojmë këtë ndeshje, do presim fituesen e ndeshjes mes Ferencvaroshit dhe PAOK. Edhe nëse kalojmë këtë rundë, atëherë kalojmë fazën e tretë, që është një hap i madh. Mas asaj fazës tretë vjen faza e grupeve ligës që është formuar tash edhe
për neve kishme qenë, atje kom synime. 2 gjiro larg. Po, 2 gjiro larg. Asojna edhe për kishme qenë diçka e madhe për një arritje e madhe nëse arrim të shkojmë deri këtu. Në fillet e para kur e ke kriju klubin, a kanë qenë këto planet realisht që përpos Kosovës me u synu edhe Evropa? Ja, fillimet kur unë kam qenë një kohë gjatë në futboll të meshkujt të Trepqa, kur kam themelu këtë klub, kur kam kalu të futbollit femnave, nashta para 12 viteve nuk kam menu deri në këtë nivel, po kam menu që me konë një ekip i konkurrues dhe suksesshëm në Ligën e Kosovës. Kam punu brenda 3 vite mas themelimit të klubit, kam arrit të shpallëm kampion. 3-4 vite mbrapa, kam arrit shpallëm kampion i Kosovës dhe 4 vite radhazi kemi qenë kampion, nuk e kemi lëshu titullin. 2 vite nuk kemi arrit dalim kampion, kemi pas disa pengesa gjatë rrugës, prap kemi kthy tash është hera 3 radhazi që kemi dal kampion, edhe ja kemi marrë pak edhe dorën kësaj punës titull. Po, s'po lëshon ran. Po. Kur për vajzat kur arrin sukseset në këto nivele, shpesh thojmë që futbolli i femrave nuk është fokusit e futbollit i femrave sikur që është i meshkujve, po realisht kur arrin këto suksese, a e kthejnë fokusin te futbolli i femrave? Që ata du me di dhe unë pse e kthejnë fokusin kur i arrin çato suksese. Edhe unë po du shumë e di, sepse fokusit e futbollit i femrave s'di muj me thënë është një fokus shumë i vogël, minimal. S'di 1% të vogël me thënë, më vjen edhe turp me thënë se sa është përqindja, amo shumë keq. Shumë keq. Momentin kur arrihet një sukses, sepse ti fiton si klub, si Mitrovic, edhe të përfaqësuar dhe Kosovën si shtet. Edhe vetëm kur arrin çat sukses, qohen kom krejt aty, ndërsa kur je aty e kena kryetarin e klubit, ky veç vetë është. Këtë senet veç vetë ishëm, prej që e ka themelu klubin. Edhe bravo i qofte, jo që është tu adi me përgëzu, po duhet me ndryshu pak mentalitetin, sepse edhe na po bojna arritje njëjtë si meshkujt. Raimond, mungesa e fokusit edhe tifozëve realisht, se nuk është që vret prania e tifozëve, por pos le themi familjarëve të afërmve që Muj me thonë që fokusi është minimal, se normal që edhe në stadium edhe mediat edhe s'kem pas përkraje për i kërkujna. Muj me thonë që veç muj me përmen kryetarin e komunës Mitrovices që në ka orë në ngrumbullim na kam mbështet para ndeshjes, po kështu nuk kem pas as për media, as tifozën spërdashës aty, kem pas ma shumë stadium veç familjar tonë që na përkrajen, edhe po veç para ndeshjes nuk kem pas mbështetje, po veç mas i kem bua sukses të madh, që me thonë. Po, mas aty veç që na kanë na për rrjete sociale, që na kanë përkrah, po kështu s'kem pas mbështetje për kërkuina, po më me thonë që mas këtij suksesi po besoj që kanë murrit edhe fokusi. Kryetar, Kosova realisht i heqim tifoz se u diskutu tema aty në prezenca mungon edhe të djemt realisht, nuk e kuptoj pse, po mungon edhe të djemt shumë pak. Në përgjithësi te garat evropiane, po Kosova e pat edhe një test, organizimin e kësaj gare për herë dytë në Kosovë që ka shumë e rëndësishme. Po, këtë vetë është viti dytë që organizojmë në bashkërisht me Federatën e Futbollit të Kosovës, se pa miratimin e tyre nuk mundet me ndodhaja. Edhe vitin e kaluar kemi pas njëjtën organizim. Edhe arsyeja pse e kemi marrë organizimin është se këto ekipet në këtë rund janë për do venëm të larta, sikur që kanë qenë Ishët Fajro, Moldavia, edhe për mos me bo nështë lodhjen gjatë rrugës e sanë, kemi kalkulu që ma arsyesh më në Kosovë, nuk lodhen futbollistët për me votu që qëllimi ka qenë të në vend tonin. Po në vend tonin, kemi prit nështë për kraje pak më të madhe që u përmend këtu për shëkushmërisë dhe qëllimi është për me kalu këtë pas grupe edhe për ata dhe kemi marrë organizimin. Kemi pas vështirësi në aspektin e infrastrukturës për shkak se për momentin e kemi veç stadiumin Fadil Vokri që është i plotson kriteret, është stadiumi i Llapit, që falenderoj kryesin e klubit Llapit që na ka mundsuar mi zhvillu ndeshjet atje, edhe jo vetëm këtë vit po vitin e kaluar. Po desh federata të bëjt pamundrin të rregullojë pjesën e stadiumit në Ajvali që të kemi mundësi mi zhvillu ndeshjet atje, për me na mundësu për shkak se edhe ndeshjet e djemve ishin dritës, Malishevës. Ngarkesën tonë. Ishte shumë ngarkesë e madhe.
Po ja kemi arrit me kalu, kemi organizimi ka shku gjithçka në rregull. Të kjo të pjesa e fokusit, më organizu një gorë Champions Ligës në Kosovë, edhe deri momentin kur është përfunduar ndeshja me Zimbrun, s'ka pas as interesim media, as dish më thon, ndoshta pe pjesët federatës u dosh me kompakt ma është dosh më Më caktu terminet e stërvitjeve me dërguim e jo. Caktune, po nashta është dosh më po ma zyrtare nëpërmes faqeve të tyre zyrtare dhe po nuk ka pas këtu. Kjo pjesë nuk e di arsyet pse, nashta janë kom fokusuar më shumë te futbolli femrave dhe te idjeme, po edhe na meritojmë edhe futbolli femrave që të ketë pak më shumë interesim edhe. Përmend edhe Ombra thotë, përpas ekipit Mitrovicës nuk përfaqësohet vetë qyteti, po përfaqësohet këtë Kosova, se këto gara është. Kjo suksesi ju. Suksesi ju tash, nëse arrijmë të shkojmë edhe me tutje, është nuk përfiton me klubi Mitrovicës. Absolutisht jo. Përfiton gjithë liga e futbollit femror të Kosovës, fiton kombëtarja e Kosovës. Rritet koeficienti i ligës. Nashta për ne tarme shumë shpejt, më në 1 vit 2 vite Kosova mund të më qut 2 ekipe në Champions ose në Champions në UEFA. Po para më për futbollin e femrave, çfarë do të thonë edhe një skuadër tjetër më marr pjesë në gara evropiane, është mundësi. Po sigurisht tani rritet edhe masovizimi i futbollit femrave, interesimi ka më kollë më i madh. Po pra. Unë e di para 12 vjetë kur e kam themelu këtë klub, o dosh më shku mi lut prend për mi pru vajzat me lut futboll. Sot i bin vet. Vin vet edhe interesohen, kështu që sa më shumë që të ketë një popularitet, një reklam, që di unë, është më mirë se është një bot për me post interesim që prend mi pru vajzat me lu futboll. Një element shumë të rëndësishëm që e keni përmend kur vjen puna te infrastruktura është edhe gjendja e dëmtuar e tapetit stadiumit në Mitrovica Xhevat Jusufi Xheki, ku edhe keni përmend edhe jo që 2 prej futbollistëve kryesorë janë lënduar në tapet. Me thonë drejtën, u bë pak e për të reaguar për këto rrjete sociale se prapë sot kam pas me bën reagim. Dje në stërvitje nuk kanë lënduar edhe një futbollist aja turke që kemi. Kjo të futbollistja që keni transferuar tasha? Po, tash dje është lënduar dhe 90% nuk mundet me jap kontribut në këto 2 lojë. Wow. Njëjtën situatë kam edhe me Ambrin këtu që është. Aja fush është në gjendje të mrekullueshme. Aja nuk e plotson as në kriter, as me stërvit, as me lujt. Klubi që menaxhon atë fush është klubi i Moshkë Mitrovica që është klub ndonjës. Po kemi bu kërkesë, ka bu kërkesë, e kemi përkrah edhe ne edhe klubi të Repçës që ka çu kërkesë në federat, në ministrinë, në komunë që ti ndrohet ai tapet edhe të hiqet ai bari se është dëmtuar shumë. Aty s'mundu mi thonë mas që është bari sintetik, aty na mundu me thonë veç beton. Edhe jo veç këto tash 2 më herët, po thuan 90% futbollistëve kanë probleme me nyje, me muskuj, me po ton ditën sot kam kontaktu klube për me gjetë një termin për me zhvillu çdo servitet e punës të parë në bore natyral që kur shkojmë atje mos të kemi probleme dal prej këtoj bore sintetik, se normal që për në rën ambientin pe boret sintetik me shku në bore natyral, po është pak ma problem për vajzat. Po tash janë këtë klubet në fazën e përgatitjes dhe terminet e zonë, kështu që na do të nesër me bën një stërvitje në atë fush, po aja fush nuk e plotson as sekretar për as për me stërvit as për me lut. Edhe i bëj thirrje prej këtu edhe ministrit, edhe kryetarit federatës, po edhe kryetarit të komunës të ndërmarrin diçka sa më shpejt të ndrohet ai tapet se për ndryshe nuk është bërë një farë shumë që më thon ku me diçka për që nuk është një farë shumë që më thon është e pamundur me renovuar. Nuk e di. Po më ne vetë çështje vullneti për federata ka investuar në këto pjesë stadiume për që kanë ndryshuar. Po, e vërtet. Po tash në Borat se tash kanë për momentin Bore. Po na po flasim për një urgjencë. Po kjo më shumë na shtaj çdo mi përket ministrisë se aja për infrastrukturë, për stadiume. Po, saktë. Si e ministrisë, kështu që unë i bëj pikë. Tek fundet federata nuk rregullon stadiumin. Nuk rregullon. Kështu që janë premtuar që 2 stadiume kanë më rregulluar që tash klubi i Trepçan Mitrovica na premtuar pe kryetarit komunës që komuna mundsu me pas terminet tona në ato fusha, po derisa të bëhen ato na shta merr kohë, po na po folëm për momentin ku jemi, aja fush nuk e plotson asnjë kriter për me zhvilluar aktivitet ato. A është kaq e vështirë Ombra? Te fusha Xheki? Po shumë është e vështirë, shumë.
E tha dhe kryetari që lirisht ajo fush nuk mundet më qujtë më fush futbolli. Mas leti mund e din këto që... Po pikërisht e pyeta edhe Amrën se kjo ballavaçohet me atëran. Jo, është ekstrem shumë gjendja keqe, edhe ti e përmene që veç pak vullnet, sepse fundja fundit kur me na animu me rregullu atë fush, është shumë më mirë sepse na jep dhe ne më shumë vullnet, i kemi dhe kushte më të mira, ka dhe më pak lëndime, edhe stërvitja bëhet edhe shumë ma happy, ma me vullnet, se ti shkon më rrinj aty edhe thu, po, edhe kështu, demoralizohesh. Sfida e radhës është me kampionin e Norvegjisë Brann. Sa mendoni që është sfidë e vështirë, pyetja për të dyjat normalisht. Sa mendoni që është sfidë e vështirë edhe për faktin që ta zhvillohet në stadium tjetër, zhvillohet në Budapest të Hungarisë ndeshja? Unë e kam pa pak ekipin në për rrjetet sociale ose lojt, edhe mu me thonë që nështë 70% është e kalueshme. Është pak e vështirë. Është e vështirë? Është e vështirë, pak. Është e vështirë sepse është ekipi Norvegjisë, Norvegjia është shumë ma shumë me futboll ma përpara se ne. Po në futboll çdo gjë mundet me ndodh. Po, absolutisht. Në topi është i rrumbullakt. S'ka të qartësuar me kur gjë. Po që edhe na jena shumë mirë, e kena stafin e trenerëve shumë të mirë, qikat janë shumë të përkushtuar, edhe veç me es përpara. Raimond? Ko gjavaret edhe pej teje? Po, më thonë që kundërshtarin e kem pak ma të favorizum për qatë ndeshje, po më thonë që nuk është i pakalueshëm, se tash në futbollin modest nuk ka favorit. Më thonë që është favorit në letër, po tash në fush normal që varet edhe për neve që nëse japi maksimumin edhe hime atë besim që mune me mja dal, nuk po besoj që mundet me na nxjerr as problem. Po besoj që edhe qikat e din që e ke çfarë kundërshtari kemë përpara, edhe janë të përkushtuar, edhe janë të motivuar për çfarë ndeshje, se normal me lujt në ligën e kampionëve vetë motivuar. Po edhe na për ato stadiume që po besoj kanë me kon të mira me lujt, normal që kemi pas vullnet shtesë. Kryetar, a do shte me shtu diçka? Po, kështë te Amra që tha që është 70-30, po është normale kërë është si tha Raimonda në letër, po unë sot gjatë ditës bisedova me trenera, se është pjesë e trenera që po normal, që bojnë analizën e këto gjona, edhe kom pyet edhe njerëz që janë në Norvegji atje, që është ekip i mirë, se Norvegjina kemi pas rast me u taku me kampionin Norvegjis me Vålerengen, një kohë tjetër, na kam poshtë, po nuk na kam poshtë ata letë, dhe sot që shesho këtë entuziazm të vajzat, këtë punë që është ka bëhet, unë e menoj që jo 70-30, por 50-50 jena. Hajde inshallah. Edhe për fund, kur jemi tash ka fundi kryetar, cilat janë opsionet e Mitrovicës në garat evropiane tash? Nëse e kaluat edhe ky rond, eliminoheni në raundin tjetër, ç'është janë opsionet e Mitrovicës? Ky rundi tash ku jemi, i ka do përparësi më të mëdha se rundi paraprak që kemi kalu, se në këtë rund fitues takon finale për me kalujt në rrethin e tretë. Po. Humbsa takon për dhe luajn për vendin e tretë. Okay. Vendi i dytë dhe vendi i tretë shkojnë në UEFA Europa League që është tash prej vitit kaluar është garë që ka po UEFA, më jap mundësi edhe klubet të femna që mos më eliminu direkt, po me marr pjesë në një garë tjetër, kështu që ky na jap shumë mundësi më të mira se rundi i parë. Po kusi është normal që me arrit suksesin, me provu me dal vendin e parë me kalu. Po normal. Po edhe nëse nuk arrim vendin e parë, paktën të jesëm në Europa League. Edhe ke edhe mbështetja që nuk dashta me harru mbështetja e komunës, ju ka shpërbyer me 15.000 euro për kalimin e fazës parë, kanë veprime mirë. Nuk është ndoshta shumë me diçka, po. Jo, komuna na ka shpërbyer për shpallën e në kampion Kosovë. Kampion, okay. Është hera e parë prej që kam thënë Lukit klub, që morëm shpërblim prej pushtetit, për institucioneve, shpërblim për shpallën kampion. Kjo ke veprim fantastik për mu. Edhe mu nuk më interesojnë kush bindet politike, se politika ka punë tjera, në sport kena objektiva tjera. Një kryetar komune, si e merr pushtetin,
janë mbështet edhe në kampionat, u konë edhe ndeshjen e fundit kur jemi po kampion, aty na ka premtuar që ka më na shpërbly, edhe na ka shpërbly me 15.000 euro që jemi shpoll kampion. Tash ka edhe subvencione kanë dalë njëjtë për klubin tonë këtë kohë. Kështu që kam filluar mirë, kam filluar më orë të shohim vazhdim. Ka qenë kryetari një ditë në vizitë kur ishëm në grumbullim në para këtyre ndeshjeve, një ditë para ndeshjes ishte i ka vizituar vajzat dhe neve komplet atje, na ka premtuar se nëse arrini edhe suksese prapë do të mbështesem dhe do të ndihmojnë, kështu që e falenderoj për këtu kryetarin e komunës. Në Mitrovica Live ka shkruar një quhet Ilir Kelmendi, po thot bravo për vajzat e Mitrovicës, edhe uroj na bojnë krenar, po thot edhe në Evropë. Ju ka përshëndetje krem. Unë ju falenderoj për kohën shumë. Dhe ju uroj shumë sukses kundër ekipit Bran në Hungari. Uroj që e kaloni edhe këtë sfidë dhe hapën rrugë pastaj. Edhe shpresoj që mas kalimit të të rundit prapë duhet vinë këtu edhe. Absolutisht, gjë, dera çel. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit Raimond, faleminderit Andra. Shkoj me muzikë dhe kthehemi me lajmet e fundit vendore.